Imagjinoni një shkretëtir të ndaluar, të mbushur me diamante, ku rëra fshes sekrete që njerëzimi i kishte harruar prej 500 vitesh. Minatorët po kërkonin gur të çmuar, por fadromat e tyre u ndalën kur goditën diçka të pamundur, mbetjet e një anijeje portugeze të mbytur në mes të dunave. Brenda saj, jo vetëm histori, por një ark thesari e mbushur me monedha ari, që shkëlqen ende pas 5 shekujsh. Si përfundoi kjo anije e mbushur me pasuri në territorin e ndaluar të Namibis? Përgatitumi, sepse ky nuk është thjesht një zbulim arkeologjik, është gjetja e Bom Jezus, anijes legjendare që u gëlltit nga stuhia dhe u ruajt nga rëra për gjysmë mileniumi. Mbetjet e një anijeje portugeze 500 vjeçare, e mbushur me monedha ari, janë zjerë në dritë. Kur ekspertët filluan të gërmonin rreth një formacioni shkëmbor të çuditshëm në shkretëtirën e Namibis, ata nuk e kishin idenë se çfarë do të gjenin. Ajo që zbuluan doli të ishte një lidhje e fuqishme me të kaluarën, një lidhje që shumë besonin se ishte humbur përgjithmonë. Por si përfundoi diçka që pa zakont në një pjesë aq të largët të botës? Në vitin 1908, një kërkues gjerman zbuloi diamante në një shtrirje të shkretëtirës së Namibis, e cila më vonë do të merrte emrin territori i ndaluar. Para se të kalonte shumë kohë, më shumë gjerman mbërritën me shpresë për t'u pasuruar, por kjo ethe diamanti përfundoi duke zbuluar diçka krejtësisht tjetër. Askush nuk e dinte se gati 500 vjet më parë, gjatë viteve 5000, një anije kishte arritur tashmë në atë zonë. Kur kjo doli në dritë, arkeologët nga kudo treguan interes. Ata e dinin se ishte një gjë e madhe, por as ata vetë nuk e kuptonin se sa i rrallë dhe i rëndësishëm do të rezultonte ky zbulim. Miniera e diamanteve në territorin e ndaluar drejtohet nga një partneritet midis De Beers dhe qeverisë së Namibis. Megjithatë, as ata dhe as kërkuesi i parë nuk mund ta imagjinonin se çfarë ishte varrosur nën rërën e shkretëtirës. Ndërsa punonin në zonë, minatorët filluan të vërenin tuba me pamje të çuditshme dhe shkëmbinj të pazakont. Pastaj, ata hasën në gjurmë të vogla mërkuri. Kjo u atërhoqi vëmendjen, pasi mërkuri dikur përdorej në mjeksi. Duke kuptuar se kjo mund të ishte diçka historike, ata ndaluan minierat dhe sollën ekspertët. Gati 100 vjet pas zbulimit të kërkuesit të parë, minatorët zbuluan diçka që ishte fshehur për gjysmë mileniumi. Njëri prej tyre gjeti atë që dukej si një objekt krejtësisht i rrumbullakët që dilte nga toka, nuk dukej natyrale. Kurioz, ai e mori dhe zbuloi se ishte një kalep bakri. Së shpejti, ekipi gjeti më shumë prej tyre, secila e vulsuar me një simbol që dukej si një sfurkun, por ky ishte vetëm fillimi. Kalepi i bakrit ishte vetëm pista për atë që shtrihej poshtë, teksa ekipi gërmonte mëtej, u bë e qartë se ata qëndronin mbi një anije të mbytur. Në atë pikë, arkeologët morën drejtimin. Ata nuk mund t'u besonin syve. Bazuar në atë që gjetën, kalepët e bakrit ishin përdoshta një pjesë e tregtisë për erza nga Indit në shekullin 15, por misteri më i madh nuk ishte ngarkesa. Ishte se si anija përfundoi e bllokuar thellë në shkretëtir. Ajo që gjetën më vonë ishte asgjë më pak se mahnitse. Më vonë, minatorët mësuan se simboli i sfurkunit në kalepët e bakrit i përkiste Anton Fugger, një prej financuesve më të pasur të rilindjes. Megjithatë, misteri zamëziste. Duke punuar ngushtë me ekipin e arkeologjisë, ata vazhduan ngërmimet. Minatorët kurrë nuk imagjinonin se rëra mbante më shumë se thjesht diamante, kështu që fillimisht ata sollën buldozera për të pastruar zonën. Tani gjërat filluan të dalin në sipërfaqe. Copa druri, tuba të vjetër, pjesë metalish, madje edhe vegla që qartazit i përkisnin një anijeje. Atë ditë, Dr. Dieter Nolli mori një telefonat nga korporata e diamanteve Namdeb, një telefonat që do të emociononte çdo arkeolog. Në pamje të parë, dukej thjesht si një plazh që ishte trazuar, me pjesë të shpërndara kudo, tha Dr. Nolli, i cili udhëhoqi ekipin e arkeologjisë. Reagimi i tij i parë: "O jo, kjo është padyshim një anije e mbytur, por çfarë e bënte këtë anije të shqyhej nga të gjitha të tjerat? Kjo do të bëhej shumë shpejt e qartë."
Shikoni me kujdes vizatimin e vogël të një anijeje në Konçe. Ajo përmbithte me një anije që njihej si pjesë e një flote që ishte zhdukur. Askush nuk e dinte saktësisht ku ishte mbytur, apo çfarë ndodhi me ekuipazhin e saj. A mund të ishte kjo e njëjta anije? Regjistrimet historike përmendnin se ajo mbante një thesar të madh. Ekipi vazhdoi kërkimin, shpreson të konfirmonte identitetin e anijes. Imagjinoni pasuri nga një anije e mbytur e humbur të shpërndara në një breg shkretëtire ende me plot diamante. Ekipi filloi punën dhe zbuloi objekte si një musket 500 vjeçare dhe dhëmb ildishi elefantësh, dhe ky ishte vetëm fillimi. Ekspertët tani besojnë se kjo mund të jetë anija më e vjetër e mbytur në zbuluar në bregdetin e Afrikës nën-sahariane, dhe ndoshta njëra prej më të rëndësishmeve që janë gjetur kurrësisht. Minatorët tani ndihmonin në vendin ngjarjes, dolën në dritë më shumë artefakte, mjete të vjetra navigimi, busulla, shpata, topa dhe edhe një lloj kapsule kohe. Pastaj, ata vëruan diçka tjetër. Rreth kohës kur kjo anije u mbyt, një anije portugeze e nisur për Indi u zhduk diku në Atlantikun e Jugut. Ajo quhej Bom Jesus, që do të thotë Jezusi i mirë, dhe jap se kjo mund të jetë pikërisht ajo anije. Një libër i rrallë i shekullit të 16 i quajtur Memoria das Armadas përmendte se Bom Jesus mbante arë dhe thesare të tjera. Historianët kishin ngushtuar koshtrirjen e anijes diku midis viteve 1525 dhe 1538 dhe e dinin se ajo ishte zhdukur. A mund të ishte kjo mbetje ajo që kishin kërkuar gjatë gjithë kohës? Fal një ekipi të kualifikuar dhe të përkushtuar, sekretet e mbytjes më në fund po dilnin në dritë. Ekuipazhi ngarkoi me kujdes artefaktet dhe i transportoi ato në laborator për testim dhe ruajtje. Arkeologu Bruno Verz u sigurua që një pjesë kyçe e drurit të vendosej butësisht në ujë të freskët për të ndihmuar në parandalimin e kalbjes. Puna e tij e vërtet sapo po fillonte, por ai nuk mund të ishte më i emocionuar. Po ju, a besoni se ka ende thesare të tilla të pazbuluara në rërën e botës? Na shkruani mendimin tuaj në komente. Gjithashtu, bëni like dhe subscribe për të mbështetur kanalin ton. Teksa studionin të dhënat në vendngjarje, Dr. Noli dhe ekipi i tij dolën në një përfundim të qartë. Ata po shikonin mbetjet e Bom Jesus. Gërmimet e mëtejshme ndihmuan të shpjegojnë se si anija u mbyt, dhe përfundimisht ata zbuluan edhe thesarin e saj të fshehur. Në një intervistë, Dr. Noli tregoi se si ndodhi gjithçka. Një stuhi e fuqishme e kishte shtyr anijen drejt një shkëmbi. Ajo u përmbys dhe u nda në dysh, duke varrosur një ark thesari në rënoja. Arka kishte rënë nga kabina e kapitenit dhe kishte përfunduar në fundin e oqeanit. Ajo që e mbajti të sigurt gjatë gjithë atyre viteve ishte pjesa e rëndë e anijes që u rrëzua pikërisht mbi të, duke e mbrojtur nga dallgët. Pra, çfarë kishte brenda asaj arke? Arkeologu detar Bruno Verz shpjegoi se ari së bashku me kallajin dhe fildishin qëndruan në mënyrë perfekte në vend për shkak të 44.000 poundve, rreth 20 ton kallepe bakri në anije. Nëse nuk do të ishin ato kallepe bakri që mbanin gjithçka poshtë, tha ai, nuk do të kishte mbetur asgjë këtu për ne që ta gjenim. E gjithë anija e mbytur u gërmua rreth 20 këmbë, rreth 6 metra, nën nivelin e detit. Ekuipazhi i minatorëve dhe arkeologëve kishte punuar vetëm disa hapa larg oqeanit Atlantik, me vetëm një mur mbrojtës që mbante ujin larg. Puna e tyre nuk ishte mbaruar ende. Oqeani në atë pjesë të zonës së ndaluar njihet për stuhi të forta. Gjatë 5 shekujve të fundit, dallgët mund ta kishin fshirë plotësisht atë që gjetën tani. Pra, çfarë do të ndodhë më pas me të gjitha reliktet e zbuluara nga vendi? Francisco Alves, një ekspert kryesor në arkeologjinë detare portugeze, tha se ky zbulim u jep atyre një shans të rrallë për të studiuar anijet e asaj epoke. Është vetëm anija e dytë e mbytur të këtij lloji që gërmohet, siç duhet nga profesionistët. Të tjerat u humbën nga gjuhetarët e thesareve. Por kjo është e sigurt. Pse? Sepse ndodhet në bregun Shpergebit, një zonë e sigurie të lartë. Asnjë gjuhetar thesari nuk do të afrohej dot këtyre mbetjeve të çmuara. Por historia nuk përfundon këtu. Arkeologët ende po përpiqen të zbulojnë nëse dikush nga Bom Jesus mbijetoi.
ata po gërmojnë në regjistrimet e vjetra, shpresojnë të gjejnë ndonjë përmendje të marinarëve portugez në Namibi. Është një kthesë e çuditshme. Burrat që u nisën në kërkim të pasurive përfunduan të mbytur në një breg që sekuj më vonë dori të ishte plot me diamante. Tani, De Beers dhe qeveria e Namibis kanë ndaluar të gjitha punët rreth anijes. Në vend që të kërkojnë diamante, ata po ndihmojnë për të zbuluar historinë. Anija e mbytur, tani më e njohur si anija e mbytur e diamanteve, mban aq shumë material të vlefshëm sa studiuesit thonë se mund të duhen vite për t'i studiuar të gjitha. Qëllimi i tyre është të kuptojnë më shumë se si u ndërtuan anijet tregtare portugeze, si funksiononin dhe si ndryshuan me kalimin e kohës. Dhe ndërsa anija mbante arë dhe fildish, janë objektet e thjeshta të përditshme, si tenxheret e gatimit dhe veglat e navigimit, që mund të zbulojnë më shumë. Këto objekte mund të na ndihmojnë të kuptojmë se si ishte jeta e përditshme në bord gjatë udhëtimeve të gjata si ky, që nuk arriti në atë që kishte nisur. Nëse kjo histori ju duk magjepsuese, sigurohuni të bëni like, subscribe dhe ta shpërndani me të tjerët që e don historinë e fshehur dhe zbulimet e pazbuluara. Ka edhe shumë më tepër aty jashtë që pret të zbulohet. Faleminderit që na ndoqët.